Sot mbushen 15 vite nga 21 janari, dita ku shteti ngriti armën ndaj qytetarëve të vet dhe 4 jetë u shuan në mes të bulevardit Dëshmorët e Kombit. 21 janar 2011, gjatë demonstratës së organizuar nga opozita socialiste kundër qeverisë atëhershme të Sali Berishës, Ziver Vejzi, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Alex Nika dolën për të protestuar dhe u kthyen në shtëpi në Arkivole. Plumbat e Gardës së Republikës i ndalën përgjithmonë ëndrat e tyre, duke lënë pas familje të coptuara, prindër që presin drejtësi dhe një shoqëri që ende sot mban mbi supe peshën e asaj dite të përgjakshme. 15 vite më pas, dhimbja është po aq e freskët, ndërsa drejtësia mbetet e munguar. Asnjë zyrtar i lartë, asnjë drejtues dhe asnjë politikan nuk ka mbajtur përgjegjësi reale për vrasjet. Gardistët që qelluan mbi protestuesit janë të lirë, të dënuar vetëm lehtë për neglizhencë, sikur jeta e 4 qytetarëve të ishte një gabim procedurial. Partia që i nxori njerëzit në demonstrat sot gëzon pushtetin dhe bëjnë si të prekur vetëm kur data shënon 21 janar, ndërsa një nga premtimet më të forta të asaj kohe, zbardhja e plotë e dosjes së 21 janarit, mbetet ende një premtim i thyer, një plagë e hapur që thellohet me çdo vit heshtje. Shpresa për drejtësi u ringjall pjesërisht pas vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në vitin 2023, e cila pranoi se hetimet ishin penguar dhe se të drejtat e viktimave ishin shkelur. Së fundmi, policia ka kërkuar rihapjen e hetimeve për rastin e Alex Nikës, ndërsa familjarët kanë depozituar kallëzime të reja penale ndaj Sali Berishës, Lulzim Bashës dhe ish-komandantit të Gardës Ndreja Prendi. Edhe pse gjykata ka akorduar dëmshpërblim financiar për familjet e viktimave, parat nuk zëvendësojnë drejtësinë. 21 janari mbetet një britm e mbytur në historinë e Shqipërisë, një kujtesë e dhimbshme se pa drejtësi, plagët e së shkuarës nuk shërohen kurrë.